pranoj të ishte në telefon, është pak e ndrojtur, sepse nuk është e lehtë të flasësh kur je në një marrëdhënie abuzive dhe kur e ke kaluar dhe për më tepër kur ty të kanë ngelur akoma ato emocionet ndoshta të papërpunuara, traumat. Të thëna ndryshe traumat emocionale, kështu që ne do ta kemi në telefon, regjia të lutem, se do t'ja thrasim se normalisht emrin Anisa. Se mendova tani. Okej, mendove tani. Do ta thrasim, do ta quajmë Anisa. Regjia të lutem na lis pak me Anisën. Shëndetje. Haj, goca, si jeni? Mirë, si je ti? Duke marrë veten pak nga marrëdhënia në të cilën isha fundosur. U fundose. Mund thash pak në fillim të telefonatës që ishe pak e ndrojtur për ta bërë këtë si telefonat, por shpresojmë shumë që të ndihesh kështu si në shtëpi, si me shoqet e tua, themi ne gjithmonë, për ta treguar dhe për ta ndarë. Në fakt të historinë nuk kam dashur që ta ndaj me askënd, por e ndjeva veten aq keq, sa që më pas nisa dhe seancat e terapisë dhe doktoresha më tha që flite nëse e ndjen të nevojshme ta nxjerrësh. Të bën mirë ta flasësh, se sa më shumë e flet, aq më shumë bëhet kështu si një gjë më normale dhe lirohesh. Plus të tjerë të gjithë veten te historia. Kjo është më shumë sepse dua që edhe vajzat e tjera ta gjejnë dhe mos bien më pre e këtyre marrëdhënieve. Na thuaj pak çfarë ndodhi, si ndodhi, si nisi. Tani si fillim unë dua të them që kjo nuk ishte lidhja ime e parë. Pra ishte lidhja ime e tretë. Unë kisha pasur dy të dashur me të cilët nuk kishte funksionuar, po që ishim darë normalisht. Ai e dinte për dy marrëdhëniet që unë kisha patur më parë, po nuk është se kishte problem të kaluarën time, ose të paktën kështu thoshte në fillim. Pastaj ne filloi që në çdo vend ku shkonim të më thoshte pse e shef atë, shiko vetëm mua. Si zgurdullon syt kur jemi në lokal, mbaje kokën poshtë kur ecën, ti je me mua, me askën tjetër. Filloi të më hiqte edhe nga shoqëria, duke thënë që shoqet e mia janë të përdala, nuk dua të jesh si ato, të bëhesh si ato. Dhe pata madje një debat shumë të madh me shoqet, sepse ato gjatë gjithë kohës më thonin ai nuk është për ty. Sepse ato e kishin kuptuar, unë nuk e kuptoja. Po se unë i thoja që unë i shoh anën e mirë atje, ju shikoni vetëm anët e tij të këqija, po themi. Dhe sigurisht që nuk i bindja dot. Ty nuk të bën të përshtypje fakti që ai po mundohej të largonte nga shoqëria ose që po të izolonte? Mua më dukej normale, sepse ai thoshte që unë këtë gjë e bëj nga dashuria për ty. Pra çdo gjë, çdo veprim, çdo sjellje të tij, ai justifikonte me dashurinë që ai kishte për mua. A kishte dashuri? A kishte në një grimës dashurie? Kishte treguar në një grimës dashurie deri në këtë pikë? Pra, në fillim, më fal se nuk dua ta rikthej mbrapa, po kishte një marrëdhënie që tregonte dashuri, afeksion në ndonjë pikë para se të arrinte këtu ku ti po na tregon? Ai dashurinë e tij tregonte nëpërmjet xhelozisë, posesivitetit, duke më thënë të dua, ti je vetëm e imja, as kujt tjetër. Filloi të më ndërhynte në çdo gjë. Dhe më bënte të ndihesha ndonjëherë fajtore dhe pse visha unë një fund më të shkurtër. Dhe më thoshte si e veshe, si ma bëre ti mua këtë, dhe unë i kërkoja falje dhe për veshjen time. Ati, më bënte që unë ti kërkoja falje për çdo gjë. Më kishte futur në atë grackën dhe kurthin e tij. Këta njerëz të bëjnë kërkosh falje dhe kur nuk ke, vetëm që ta mbyllësh si gjë. Edhe lodhesh në një pikë dhe shu varja. Po kërkoj falje. Ua. Por debatet tona pastaj filluan të agravonin shumë keq, sa që shkoi edhe në fizike gjëja. Pra, unë e çirja me thonjë, ai më kapte, më shkulte flokët. Dhe në fund pastaj thoshte që nëse dhe debatet e mëdha vijnë nga dashuria e madhe që ne kemi për njëri tjetrin. O Zoti i madh, du të mësojmë si njerëz që dashuria nuk e lëndon, nuk e lëndon dikë që do. Po jam së shqiptar, pra kushtore të do, dhe tani ja esin kështu si budallënj. Shka marë. Muhabet e kot. Kushtore të do. Për çfarë zihesh? Vetëm për muhabet e xhelozie, Anisa?
Ai ishte shumë xheloz ndaj meje, madje ai mendonte që unë e trastoja her pas here. Në fakt, indicit për trasti kisha unë. Se shikoja mesazhe flirtuese. Dhe dini si ma justifikonte mesazhet që i shkruante të tjerave? Ky është problemi më i vogël që ne kemi në marrëdhënien tonë. Fundi jot i shkurtër është problemi jon më i madh. Më i madh. Trastet mia, flirtimet e mia janë problemi më të vogla. Është problemi më i vogël trastia. Sipas ti, unë duhet të zgjidhja një herë këto problemet e mëdha dhe jo të merreshim në fakt me trastin e ti. Patjetër. Trastia nuk ishte gjë, ishte problemi më i vogël sipas ti dhe ne kishim gjëra shumë të mëdha për të zgjidhur dhe unë sërish e besoja dhe thoja, okay, po, është e vërtet. Do të Derisa Anisa do të më lejo ta them këtë, se do ta them siç do ta them motrës time, do t'i shkul flokët. Jo. Do t'i shkul flokët tani. Që pas kësaj historie ke vazhduar edhe ke menduar që kjo gjëja ishte realisht dashuri. Ti në çfarë faze ka qenë ajo, çfarë faze manipulimi ka qenë? Aq keq, aq e zhytur në këtë lidhje sa ai thoshte trahtonte, flirtonte me të tjera dhe i thoshte që shiko se ky është problemi më i vogël që ne kemi. Si ajo pra tim ke çunë në këtë pikë. Tim ke çunë në këtë pikë. Ua. Ai arriti deri në pikën që mendonte se unë e trastoja dhe ka shkuar te familjarët e mi. I ka thënë babait tim, babai im pa e ditur për marrëdhënien tonë, i ka shkuar në deri 4 katër, i kam thënë unë jam i dashur i vajzës tënde, vajza jote është e përdal, më traston, dhe të njëjtën gjë e ka bërë dhe me xhaxhain, dhe me hallën time, pra ka shkuar nga prindrit e deri tek fisi për ta diskutuar. Më kapi aritmia vetëm duke e menduar. E qa ndodhi pasi ai bëri këtë hap potent të lajmëtarit? Nuk besoj që ja fale më, apo ja? Me thënë të drejtën unë e përjetova shumë keq, unë ndava në atë periudhë, dhe ai sërish erdhi tek shtëpia e prindërve të mi duke kërkuar falje, duke thënë që donte të fejohej me mua sepse gjërat kishte shumë serioze. Dhe unë aty është sërish në atë gradë që mbase duke i bërë gjërat familjare dhe më serioze, dhe qetësohej. Shumë e keqe. Ai donte të bënte edhe fëmijë. Është tmerrshme. Dhe unë pata një debat shumë të madh në familjen time, por ata u detyruan ta pranonin atë për shkakun tim. Dhe dini çfarë ndodhe? Kur i kthyen sërish xhelozit e paranojat që unë e trastoja dhe ka arritur të shkoj te parukieria ime, te vajza që unë bëja thojnë, te vajza që unë depiloj, për t'i thënë, ajo më traston mua, ju lutem më ndihmoni. Po si, ju lutem më ndihmoni. Ju lutem më ndihmoni. Ky nuk është xheloz, ky duhet të ketë një emër cilën ndoshta ne nuk na lejohet t'ia themi, po ky është nivel psikopatie. Psikopat. Nuk është normale. Dhe mua sa më dukej dashuri dhe interes, aq më friksohesha nga ai. Po si do ta ndihmonin, më ju më ndihmonin me këtë të shkret, më të dobët, këtë qenie të brisht, shpëtojeni. Duhet të ketë një, nuk e di, fletore siç shkruan emrat. Ta ka marrë fytyrën, domethënë. Tamam ka marrë fytyrën. Jo, fytyrën time ja mora unë vetes në rast parë duke e falur dhe duke u ribashkuar disa herë me atë, se ne kemi pasur shumë ulje dhe ngritje. Po, pika ku nuk e fala do të më ishte pika ku ai mu duk si kur filloi të më përndiste, kudo ku shkoja më dilte, më thoshte të duam. Wow. Dhe aty realisht fillova u trëmba për veten time, thash çfarë po bën. Ti na ke treguar në mesazhe që ai edhe kur i bëje blok, gjente numra të tjerë, akkaunte të tjera të shkruante prap, nuk të linte rehat. Nuk e di se sa numra telefoni mund të ketë ndorruar, se sa akaunte mund të ketë hapur vetëm për të më kontaktuar mu, po dhe familjarët e mi. Sepse kur shikonte që unë i bëja blok, kontaktonte sërish ata. Dhe u kthe në një tërë, jo vetëm për mua, po për të gjithë familjen time. Dhe unë realisht nisi një pikë që kisha frikë dhe për jetën time, për të ardhmen time. Nuk kuptoj një gjë. Me që ky njeriu ka kërkuar ndihmë dhe supozimisht ti ke bërë gjithë këto gjërat e këqija,
pse nuk ikin, po e mbajnë tjetrin me zor, me smur, që nga viktima. Dhe shkoj në pikën që thonë për shembull që edhe pse ti më ke bërë gjitha mua këto, unë jam gati të t'i fal, dhe të bëjmë bashkë prapë. Do të fejohem. Në këtë pikë shkojnë. Dhe me fejesën nuk në kuptojnë që Është faza tjetër e manipulimit që të kontrollojnë. Dhe më e keqja, se e din që po fejove, të shtëpisë tënde nuk kanë më aq përgjegjësi për ty, pa di që do të marrin mbyll, do të fusin ke shtëpia vetë dhe do të lënë më do bësh më hajër. Anisa, Ai sa herë që ne ndaheshim, ai kërkonte të fejoheshim, pastaj donte të martoheshim, të bënim fëmijë. Pra çdo herë nxirrte nga një gjë të re për të më mbajtur mua peng. unë shpresoj shumë që ti këtë historinë ta kesh çuar te organet përkatëse, sepse kjo nuk është një histori e thjeshtë e një marrëdhënie abuzive emocionalisht. A ndoqe këtë gjë në rrugë ligjore, pra e denoncove? Me thënë të drejtën në fillim kisha shumë frikë, nuk doja ta bëja, dhe pse familja ime insistonte shumë për ta bërë, po thoja nëse unë do ta bëj, ai do bëhet akoma më i keq, më agresiv. Derisa pash që ai nuk ndaloi dhe unë ndjeva e detyruar për ta bërë. Dhe e bëra, e denoncova. Si shkoi situata pas kësaj? Domethënë, a u qetësua, a të la rehat? Jo. Undat. Ai edhe sot e kësaj dite që kemi pothuajse një vit të ndarë, ai her pas here, një herë në 3 ose 4 muaj, më shkruan sërish nga një account fake që të dua shumë, nuk jetoj dot pa ty, nuk e shoj pa ty. Hapu dhe futu. Por të paktën nuk po shfaqet më në jetën time të përditshme. Do t'i bënin nder familja e tij e di këtë situatën, domethënë mes jush? Familja e tij e di këtë situatën mes nesh, por edhe justifikon duke thënë që e do. Qartë. Familja e çunave shqiptare. Qartë. Kam shumë gjë të këqija për të thënë që do heshta. Po ti, domethënë arritet ta mbyllësh këtë si histori. Pas shumë kohësh torture, sidomos emocionale dhe psikologjike për mua, ja dola ta mbyll së pari në zemrën time, po kam kuptuar që dhe dashuri nuk kam patur për atë njeri. Ka qenë thjesht i gjithë manipulimi i tij që ai kishte bërë në trurin tim. Dhe kisha krijuar varësi ndaj atij, po që shqyr Zotit ja dola të iki nga ai njeri. Që asnjëri s'mund ta quaj sepse realisht jam torturuar në të gjitha vitet e lidhjes me të. Anisa, ti ke një vit the që është ndarë. Që je ndarë ose që se u ndarë e quaj që para se të ndahesh përderisa je shkëputur emocionalisht. A ke patur ndonjë mundësi të takosh ndonjë djalë tjetër ose të njihesh ose të krijosh ndonjë marrëdhënie, marrëdhënie ndoshta është herët, po të njihesh, dating e kështu, si ndihesh? E kam për momentin e kam të pamundur ti besoj sërish një mashkulli. Më duket sikur gjithë janë njësoj, sikur nuk do ketë më mirë për mua. Se di, mund tjetë për shkak të gjithë lëndimit që unë pata. Patjetër shpresa është. Është nuk jam ende gati. Nëse ai akoma arrin ta kontaktojë, nëse merr vesh ndoshta për dikë tjetër mund agravohet më keq. E thash fjalin, kam shumë gjëra të këqija për të thënë në mendje, duke filluar që nga familjarët atij tipit që justifikojnë dhunën psikologjike dhe fizike, ndoshta me faktin që e do, sepse gjeneza e këtyre muhabeteve është te familja dhe problemi më i madh është tek familja që rrit këta lloj derrash, por nuk po i hy kësaj teme. Nëse na vjen shumë mirë që ti ke kaluar këtë gjë. Ti je gjithmonë e imja. Ti jo me mua me asnjë tjetër, ti jo me mua e vdekur, i kanë këto fjali shumë më gjuhës. Ditën e dasmës do ta shkatroj, do t'i them që ti je e imja. Sot të lutem shkoj gjej një spital që të pranoj të kurohesh. Sot, sa shumë ka nga këta, nuk mjafton. Janë të gjitha një prerje, nuk thë për librin çfarë. Janë të gjitha një prerje fjalish, sjelljesh, njësoj. Mua më vjen shumë keq, realisht më vjen shumë keq që cila do gocë do duhet të përballet me këtë lloj meshkujsh. Le të ngecë në një lidhje të tillë. Nuk e di.
s'ke çfarë themi, nuk kemi çfarë themi, realisht. Ne domethënë na vjen shumë keq që ti je gjë në këtë situatë dhe që e ke kaluar, shpresoj shumë që ai të zbythet dhe të zhduket edhe të lërë të qetë përjetësisht. Dhe shpresoj shumë që ta kesh gjetë forcën që të vazhdosh përpara dhe mos ta kthesh kokën mbrapa në asnjë lloj momenti, për asnjë lloj gjëje, asnjë lloj manipulimi, viktimizimi. Edhe sikur do të marrin telefon që ka shtyp makina, domethënë edhe ti je njeriu i fundit, që ai do të shohë të jam mbyllur dhe të mos bësh asgjë. I thuaj vafsh atje nga ke dal. Fix. Pik. Goca, shumë faleminderit se gjuat historinë time. Thank you, për vajzat e tjera kjo histori. Faleminderit shumë Anisa për ty që e ndave këtë historinë edhe të lutem duaje veten pak më shumë. Çdo ditë pak më shumë. Faleminderit. Përqafojmë shumë Të puthim, ciao. Ne kishim rastin e një vajze që po na tregonte në DM, 24 vjeç. Gjesi, më ndihmo pak të lutem se ishe dhe ti atë. Po, vajza nuk kurse e tregonte dot se ishte shumë e prekur për këtë telefon, për ta bërë telefonat. Po ishte realisht ishte në një gjendje shumë të rënduar emocionale. Ta tregojmë si histori. Po, tregoje ti. Vajza kishte emigruar në Angli, po themi te vendi, nuk ka problem, që mosha 17-18 diçka e tillë. Nuk kishte shkuar aty, ishte njohur me një shqiptar që kishte shkuar aty ilegalisht, siç shkojnë gjithmonë, edhe për të dy lidhja e parë. Jo më fal për vajzën, lidhja e parë, për djalin jo, ishte e dyta. Okej. Edhe u njohën, u lidhën, fillimi ishte shumë i mirë, tha etj, nga që nuk ishte asnjë shoqë aty si fillim, sa kishte shkuar në atë vend. Po vajza me kalimin e kohës e ka veten shumë mirë se kishte me letra familjen e të jetë me radhë dhe ndihmonte të çunin, e çon në azil, ndihmonte të marrë letrat, e mbante shumë mirë me lek, me ushqime, me çarçaf, me gjëra për shtëpinë. Tani kjo vajza thotë që gjatë kohës ishte me atë, ai kishte ndaluar çdo shok e shoqe të mundshme, se ky nuk ishte qef. Dhe edhe shoqe dhe po, edhe shok s'bëhet llav, po as shoqe, jo, pra ishte vetëm për këtë. Dhe pasi fare kohë këta ndahen nga nervat, nga sherrit e tjerë me radhë, dhe kur tentojnë të pajtohen përsëri, ky çuni thotë që shikoj se më jep një mundësi, më jep një shans, do ndodhi më kurrë çka ndodhi më përpara, do të riafër kështu me radhë, sepse ky çuni kishte vazhdimisht mendjen te kishi. E ke parasysh që pas pajtimit është një javë që shkon shumë mirë. Ti thua, ky ka ndryshuar, është shumë i mirë, s'let shumë mirë, derisa vazhdon edhe një herë si më përpara. S'let shumë keq, nuk e don, se ik zhdukun, nuk të dua etj me radhë. Dhe pasi ai bën blok kudo, e largon kudo, e shani mos më afro më, mos më merr më në telefon, mos më shkruaj më askund. Vajza kupton që ishte njerëz shtatzan. Dhe tenton prapë ta merrte në telefon. Që shikoj se më lër të flas, se kam diçka për të thënë çfarë e rëndësishme, kupton? Dhe ky e shante. Ti je pa fytyrë, ti nuk pas ke nivel, ti vjen më afrohesh prapë, unë të kam thënë mos më afro, unë të kam thënë mos afro me, unë nuk të dua etj me radhë. Dhe vajza kalon në abort spontan, quhet? Nga stresi i gjithë gjës. Aty merr vesh të mamaja e gocës, shumë e re ndërkohë. Shumë e re ndërkohë. Gjithë kjo gjëja. Edhe kur ky çuni e merr vesh që kjo ka qenë shtatzan, i tha, pse e abortove dhe pse nuk më the asgjë mua. Dhe vajza ishte në një nivel emocional tani katastrofë, sepse nuk po dinte se çfarë të bënte dhe tha, nuk kam as shoqe, se kujt i konfidojmë dhe t'i rrëfehem sepse nuk kam asnjë njeri. Edhe e vetmja gjë, i vetmi vend ku ngjeti ngushëllim ishte djemi jon që po tregonte këtë historinë. Dhe realisht, përtej kësaj gocat, ne duhet kuptojmë shumë mirë, duket shumë klishe kjo gjëja kur e themi, por realisht nuk ka gjë më të rëndësishme se sa të kuptosh vlerën tënde. Dhe unë i thash, ti je në një moshë, dhe realisht kur je në moshën 23 vjeç, ose kur ti ke dashur një njeri kur ka qenë 17-18, ty të duket fundi i botës, sikur bota jote, lidhja jote, jeta jote merr fund dhe çdo gjë rrotullohet rreth atij, ndërkohë që nuk është ashtu. Kur të vijë një njeri tjetër në jetë, ti do e kuptosh se sa shumë gjëra mund të kishe humbur nëse do kishte ndodhur kjo gjë, nëse do kishte vazhduar. Vajza ka shkruar shumë gjatë, pa fund, domethënë disa romane, po do të lexojmë një pjesë shumë të shkurtër që e përmbledh pak a shumë se çka ka qenë. Kur e njoha unë, thot ai nuk kishte asgjë. Sot kur ti prezanton një vajzë tjetër, ka letra, shtëpi, makinë, profesionin dhe punën, dhe të gjitha i arriti duke i ndenjur unë pranë. Ju betohem se vetëm s'do e bënte me aq sa e kam njohur unë, ai ndikoi shumë nga shokët, kushërinë, dhe nuk e kuptonte që ata e shfrytëzonin. Përsa unë thot, nuk kam arritur asgjë.
jam emocionalisht e thyer dhe një profesion që kam pasur ëndër të bësh doktoresh, nuk arrita dot sepse sa herë që kisha provime, më stresonte dhe përfundoja gjithmonë në ato të këqija. Dhe kjo nuk ja vlen. Ne do të thënë e kemi shumë të thjeshtë. Shumë të po pra e vërtetë është e thjeshtë të flasësh. Për ta thënë, po në momentin kur e para punës në atë momente nuk është se e kupton shumë mirë se çfarë po të ndodh. Domethënë kur fillon dhe normalizon, nuk e kupton që po izolohesh, nuk e kupton që ky njeriu, domethënë ti mendon që ky është i vetmi njeri për ty dhe nuk ekziston njeri tjetër, dhe ty të fillon që faza parë është izolimi, faza dytë është që ai ty të shprehet që asnjëri nuk të do siç ai të do ty dhe çdo njeri ta ka me të futme dhe vetëm ai është aty për ty, nëse s'është ai ti të përfundosh vetëm. Faza e tretë pastaj ti fillon edhe vetë distancohesh dhe fillon dhe bësh kodependent dhe e var çdo gjë, lumturia jote, çdo gjë varet në bazë të ti. Ose ti ke filluar ta besosh këtë gjë, se ai është si indoktrinim. Dhe kjo nuk është dashuri, domethënë që në psikologji ti bësh i varur nga ky personi tjetër, është si varësia ndaj drogës, alkoolit, substancave të ndryshme, ti nuk e koncepton dot, domethënë fillosh se shpesh nuk marr dot frym nëse nuk jeti aty. Kjo pastaj fillon që ai manipuluesi, abuzuesi psikologjik, ndoshta edhe fizik më vonë, nuk i dihet, fillon dhe ti i pranon këtë dhe ti thjesht je një viktimë e gjithë kësaj situate dhe është shumë e vështirë për të dalë, domethënë mund t'i flasësh, unë kam pas një shoqë që mund t'i flasësh gjithë ditën, nuk del dot, po. Ajo mund të tregoj ty mesazhe, mund të mblidhet një miting i tërë, ti thotë që kjo gjë nuk është normale, ajo do ftillohet, do iki në shtëpi, do e shofi dhe do të kthehet te gjendja zero. Kur është me atë, nuk funksionon, domethënë nuk përgjigjet truri, përgjigjen ndjenjat dhe ndjenja e saj, duke qenë se është aq shumë e lidhur emocionalisht me atë njeriu që ti e shpjegove shumë mirë, nuk funksionon më asgjë. Dhe ti nuk shkëputesh dot aq më tepër prej atyre premtimeve boshe që ata vazhdojnë të japin, që unë do ndryshoj, jeta jon do jetë kështu, unë të dua ty dhe e tjera me radhë. Dhe vajza thot për shembull ca pjesë që don ta bën të familjare. Këta tipa janë gjithmonë ata që duan ta bëjnë familjare në fillim. Aq shpejt, jo të kenë dorë. Më nis shumë shpejt, domethënë ato do thonë do bëjnë fëmijë bashkë, se imagjinoj të jetën pa ty, ne të dy jemi bashkë deri në fund. Po, dhe thotë që aq love bombing më bërin në fillim fare, 2-3 muajt e parë, saqë e gjithë lidhen në 3 vite, unë e mbaja ato 2 muaj. Do thënë, dashuria që ka dhënë, në dashurinë që kishte për 2 muaj, ja marrë 3 vite. Tani thotë që unë kam tentuar të vras veten, ka thënë, sepse ndjem aq vetëm dhe aq sikur nuk do gjej më askënd. Më duket thoshte sikur po të një dikë tjetër, nuk është ai, sikur po jo po e tradhtoj, po sikur nuk jam më vetvete, nuk jam më njësoj. As nuk dua të më prek, domethënë kjo është shumë fucked up edhe sa ajo ka humbur veten në atë marrëdhënie. Edhe këto kapen, për shembull, janë ato momentet e bukura edhe ti kapesh te ato edhe thu për shembull nuk ka mundësi që ky njeriu që unë kalova dhe bëra kisha këto momente të jetë ky njeriu se këta njerëz kanë dhe ato që i errsohen syt, i vet një perde zezë, nuk janë aty fare, është bosh, nuk ekziston. Po ti thua, mund ta justifikoj, jo se unë e njoh atë, jo se ai nuk është sikur është me mua, jo po s'është njëri i keq, po ai kur mi bashkë. Ti se di çka kemi folur dhe ai. Nuk janë gjërat kështu siç duket, këto janë thjesht ca momente, ti nuk je prezent ke gjërat që kanë. I lexove te Threadsi, janë gjërat klasike që thon, të gjithë kemi pas momente që kemi menduar që kjo gjëja ka qenë gjëja më e bukur dhe ja vlen që ta shpëtosh, nëse nuk diçka ose dikush nuk ka nevojë për shpëtimin tënd, nuk është fare puna ose detyra jote, i vetmi njeri që ti detyrohesh të shpëtosh je ti. Edhe ta ngresh, edhe ta përqafosh veten. Dhe fillo pak nga pak dita ditës, gjithë fokusin çoje te vetja jote, përqafoje veten, shkruaj, journaling të ndihmon shumë, që çfarë ke në kokë ti nxjerrësh në letër, digji ndoshta emocionet që mos i kesh. Diçik dafina aty, si është dafina me dorë me një. Dorë me një, dafina të pastron energjinë e keqe të dritaret aty. E po na dridhet trupi. Nuk e di çfarë të themi më pas kësaj historie dhe çfarë ka ndodhur. Ne s'e themi më, thjesht ne zgjodhëm që këto histori t'ju ja tregojmë. Dhe nuk e keni ide se sa shumë goca ka që janë në këtë pozicion, ndoshta janë akoma, nuk e kanë kaluar. Dhe nuk është se kemi qejf të bëjmë shumë morale gjëra, po thjesht për veten tuaj, për familjen tuaj, mos rrini në këtë lloj lidhjeje.